Ai e ka nisur angazhimin publik në një emision televiziv duke i thënë gjërat troç, por më tej ka marrë një drejtim tjetër, rrugtimi i tij profesional, por sërish duke i thënë gjërat siç janë. Ai është Akil Kraja, kandidati i Partisë Demokratike në Tiranë. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Rrugtimi juaj i formimit profesional ka qenë i gjatë dhe kryesisht jashtë vendit. Tashmë eksperiencën që keni marrë jashtë po e sillni në Shqipëri. Pse? Na tregoni pak më shumë për këtë rrugtim. I përkas një brezi atij të tranzicionit i cili që në vegjëli na u tha u hap Shqipëria, u hap ekonomia, u hapëm drejt botës, drejt Europës mbas një gjysmë shekulli izolim total. E përpasoj ishte një rrugtim pothuajse natyral në ato vite që të shkoje, të bëje studimet jashtë vendit dhe sigurisht me pak fat unë shkova në universitetet ndër më të mirat në Europë dhe sot jam i rikthyer mbas 9 vitesh jashtë vendit, sigurisht me dëshirën për të kontribuar në këtë rrugtim, shpresojmë mbyllje të tranzicionit të Shqipërisë, në këtë rrugtim integrimi drejt Europës, në këtë rrugtim zhvillimi, pasurimi, mirëqenie të vendit tonë. A nuk ishte mjaftueshëm joshëse tentativa, le të themi, të ndihmi më saktë për të qëndruar jashtë? Gjithë shqiptarët duan të ikin dhe këtë tregojnë dhe shifrat, emigracioni i lartë, qoftë ata të shkolluar dhe jo të shkolluar, por kur t'jepet mundësia për studiuar andej dhe për dhënë kontributin andej. Mund t'jam një përgjigje të shkurtër dhe të gjatë. Përgjigja e shkurtër do të ishte që sigurisht, si çdo i ri, teksa shikon oportunitetet që Europa të jep, dhe unë kam patur ato të ndimet e mia, është më se normale. Por përgjigja e gjatë do të ishte krejt tjetër. Përgjigja e gjatë është për të thënë që teksa i rritur që i vogël me një narrativ për vendin, me një narrativ për të shërbyer, me një narrativ absolutisht dhe i diku krenarie e cila thot që po, shqiptari nuk është thjesht një vend i botës tretë, por shqiptari mund të jetë një sipërmarrës, mund të jetë një akademik, mund të jetë një profesionist i arrirë në jetë i cili prodhon vlerë të shtuar për vetveten, për familjen, për komunitetin ku jeton dhe në vendlindje, pra në Shqipëri. Ndaj në këtë përgjigjen e gjatë, unë do thoja që duhet të shkompleksohemi nga kjo pjesa jashtë, brenda, jashtë. Shiko. Do të ndjehemi njësoj ndoshta. Jetojmë në një botë digjitale, jetojmë në një botë mundësish, në një botë, po themi, të shpejt ku transporti është lehtësuar jashtë mase, vizat janë hequr, ju e dini fal inputit që qeveria demokratike në vitet 2005-2013 ka ofruar për vendin, e në këtë drejtim, për ne barrierat gjeografike, administrative në raport me Europën janë pothuajse inekzistente, këtu përfshi dhe raportin lingvistik, profesional, kualitativ nëse të mund të quaj, që do të thotë personalisht nuk shoh asnjë kompleks për sa i përket tregut evropian dhe shqiptar, unë mund të ofroj më të mirë në të dyja, zgjedh Shqipërinë sepse jam shqiptar, zgjedh Shqipërinë sepse e dua vendin tim, sepse familja ime është shqiptare dhe sepse besoj që Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti, me det, mal, lumenj, me një bukuri të jashtëzakonshme, me një mot, siç thoni ju, pravor që shumë europian përkundrazi e ëndrrojnë. A ka qenë kaq bukur sa duket nga jashtë rrugtimi juaj jashtë vendit, apo të dashur të kesh vështirësi, ndoshta edhe të punosh në disa punë që s'kan pëlqyer për të mbajtur veten, se nuk është aq e thjeshtë sa të duket për studentët që ikin jashtë? Më duhet mas fjalët, jemi vërtet, jemi politikisht korrekt, apo të bëhem elektoralisht i pranueshëm. Shiko, ka shumë faktor. Nuk do të thoja të vërtetën, të them që kam më dashur punën në ndërtim, sepse ka qenë vetëm një punë sezonale. Dhe nga ana tjetër, nuk do të thoja të vërtetën që fakti që kam qenë bursier ka qenë e lehtë. Pra, si çdo gjë është gri, është bardhë e zi, nuk është e ndarë. Pra të bësh punë të tjera. Po edhe një herë, e thash, pra është diçka e ndërmjetme që do të thotë si shumë të rinj, po kam patur privilegje të udhtoj shumë në gjatë asaj periudhe, 9 viteve që kam jetuar jashtë vendit, kam jetuar në 10 qytete, në New York, në Paris, Milano, Strasburg, në Bruxelles, pra një kursus, them drejtën, me shumë fat, i privilegjuar. Prandaj them që nga një gjë aty. Por nga ana tjetër, duhet jemi sinqert, që s'ka qenë e lehtë, kur kam shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për mbi 2 vite nuk kam patur mundësi të kthehesha në Shqipëri. Pra, pa u kthyer në Shqipëri për 2 vjet pothuajse, duke bërë edhe këto punë sezonale, duke, le të themi, i dalë zot vetes. Kështu që do thotë, edhe me fat, por edhe me pak sakrificë, por mbi të gjitha i shpërblyer dhe i incentivizuar me një model shoqëror që nëse punon,
nëse i ke ide të qarta, nëse i gatshëm për t'u investuar, mund t'ja dalësh. Dhe besoj që ky është dhe një letmotiv edhe për garën e 11 majit. Është shumë e vështirë. Kjo lista e hapur është komplekse, nuk është e lehtë. Po pra, në listë hapur apo të mbyllur njerë? Shiko, kam fatin, themi sinqert, jam në listë hapur për një arsye tjetër, sepse lista hapur tregon hapje, tregon oportunitete, tregon mundësinë për t'u peshuar në mënyrë reale elektoralisht. Që do thotë, Së ngjall frik? Që do të thotë, nëse arrin ta kapësh demin prej brirësh, do të thotë që ti fiton, por fiton shumë fort. Edhe besoj që unë jam dhe profilin menaxherial, sa më të lartë arrisjet, sigurisht është dhe goditja e humbjes, por në fakt, sa më të lartë arrisjet, aq më i lartë është dhe shpërblimi moral, shpërblimi politik, shpërblimi qytetar, që do të thotë individët që të nuk i njiha më parë, sot i takoj dhe më thonë, Akil, kemi nevojë për një tri të drejtë, pasionant, idealist, atë dhe dashës për të shërbyer vendit. Dhe ky është një shpërblim shumë i madh. Pra, po, një risk i lartë, kjo lista hapur sigurisht, por nga ana tjetër, të jemi sinqert, është një mundësi unike për të takuar njerëzit të cilët ne kërkojmë të shërbejnë, që do thotë të jesh i vërtetë. Dhe kjo të jesh i vërtetë nuk ka çmim. Do t'i takosh po njësoj pasi të marrësh mandatin e deputetit. Se shumica mendojnë, është kryer perceptimi për politikanët që janë. Është i vërtetë se perceptimi nuk është perceptim, është fakt. Është fakt. Dhe pastaj ndryshojnë. Është fakt. Ndryshojnë numrin e telefonit. Jo, unë jap, shiko, është fakt. Është fakt që madje rastis, unë jam i deleguar në Tiranën e Re dhe në kombinat. Në Tiranën e Re ka ardhur Erion Braçe, i cili ju e dini shumë mirë, me vite ka qenë. Tash unë nuk e kuptoj këto deputetët turistë, vinë, ikin, shërbejnë, vazhdojnë. Kjo nuk është politika normale. Domethënë duhet ketë një lidhje me rrënjët e komunitetit, me shërbimin, me problematikat e njerëzve. Unë jam shumë partizan i këtij mentaliteti ndryshe. I lidhur në origjinë me. Po duhet të jesh përfaqësues i njerëzve. Nuk mund të jesh thjesht unë visi i fortë, ka padai këtu, di e zgjidh kam numrin e Edi Ramës, i jap drejtim. Ç'është kjo? Ç'është kjo? Nuk ti je përfaqësues i njerëzve, i shqetësimeve të tyre. Do ta mbash. Te kjo do dal. Unë kam vetëm një premtim. Vetëm ekskluzivisht një premtim. Mbasi 11 majit do të kem zyrën e deputetit në komunitet. Ju a thash pak më parë kursusin tim, kam jetuar jashtë vendit në 10 qytete, në Itali, Milano, në Paris, etj. Dhe gjithmonë kam parë zyra e deputetit. Zyra e përfaqësuesit i cili aksesohet ka qytetarët për një problematikë hipoteke, për një job, për një vërtetim pensioni. Dhe në Tiranë më vjen keq, unë nuk shoh zyra deputetësh. Ata zgjidhen, shkojnë në parlament, i shikojnë për kafe, i shikojnë të izoluar her pas here dhe nga terreni i përditshmës, ndërkohë që ky është një pozicion për të shërbyer. Ndaj ky vetëm një premtim jap. Do kem zyrën time, ku do të pres votuesit të cilët më kanë vot besuar përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, e përpasoj e kam krejt të lehtë përgjigjen, mbas 4 vitesh nuk do të jem unë që do të trokas der më der për të ndarë fletpalosje për të prezantuar. Do të jenë qytetarë që u kam shërbyer gjatë këtij 4 mandati, të cilët do të jenë promovuesit e mi, sepse një deputet i mirë është një shërbëtor i mirë, një deputet i mirë është një përfaqësues i mirë. Është kaq e thjeshtë, ne komplikojmë veten duke thënë duhen buxhete, duhen angazhime, jo, shërbimi i njerëzve, ji vërtet me njerëzit. Ndihmoj dhe ti jesh i bindur që ky pozicion, siç thash në kryeterës, kthehet në një pozicion mirënjohje, respekti, vlerësimi profesional, vlerësimi personal, po me gjitha vlerësimi kombëtar. Nuk mund të jesh atë dhe dashës nëse nuk je komunitet dashës, pra qytetar dashës, ti shërbes të tuve. Qartë, e ke kuptuar Chelsea-n që si ti je i suksesshëm në të drejtim. Megjithatë, mund të them që ke qenë një privilegjuar ta nisësh karrierën publike në televizion në vitet e hershme të 2000, në vitin 2000 pra. Nuk ishte më herët, më duket në pak më herët. Pak më herët. 10 vjeç, në fakt në 96-ën, 95-ën, por unë po merrem me emisionin Trot që ishte një emision. Pra kam filluar televizionin 10 vjeç dhe më pas kam 10 vjeç, po, 10 vjeç. Çfarë bërë 10 vjeç? Historia ka qenë në emisionet e fëmijëve atëherë me Ketin etj. Domethënë unë jam i fëmijë të VSH-s. E kuptoj. Jam rritur të VSH-n. Troçi që ishte një emision. Po, Troçi ishte gjatë gjimnazit. Po, një emision për risi për kohë, një emision televiziv ku trinjve u jepej kamerë, mikrofon, dilni flisin problemet tuaja. Mënyrë për të përfaqësuar, unë aty kam, po themi, kam rënë në dashuri, nëse mund ta them këtë gjë, me gjën publike, me betejat e komunitetit, me betejat e të rinjve, me betejat e atyre që unë përfaqësoj. Aso kohë ka qenë trinjt, sot uroj të jenë votues të mi. Por ndoshta jo me median që e keni lënë si rrugtim dhe keni zgjedhur një e kam shumë të thjeshtë. Jo, nuk është kjo arsye. E kam lënë median, unë kam punuar dhe në Shtetet Bashkuara më pas përsëri me mediat, vetëm për një arsye. Nuk më pëlqente të isha mbrapa mikrofonit.
që të thotë bëj pyetjen. Po. Është një pozicion shumë komfortabël. A janë të varfër shqiptarët? Po jo. A mendoni që duhet t'ullim taksat? Po jo. A mendoni që po ja largojnë 1 milion shqiptarë? Po jo. A mendoni që ka korrupsion në Shqipëri? Po jo. Pozicion shumë komfortabël. Madje pozicioni i manipulueshëm nganjëherë. Pyetja orienton përgjigjen. Duke qenë se kam këtë, le ta quajmë, pasion e ripërsërita pak më parë për komunitetin, për të përbashtën, edhe për Shqipërinë patjetër, që në atë periudhë, gjatë angazhimeve të mia në Komisionin Evropian, Këshillin e Europës e tjerë, fillova të merrja shinore, duhet të jesh para mikrofonit, të japësh përgjigjen. Që kur të më pyesni, a duam të ulim taksat, unë them po, do t'i ulim taksat. Kur ju të më pyesni apo largohen shqiptarët, çfarë mund të bëjmë që t'i mbajmë Shqipërinë, unë them po. Fëmijën e tretë, nëna do të përjashton për të rjetën nga taksat. Kur ju të më pyesni, ore shiko, a është e vërtetë që nafta në Shqipëri është më e shtrenjta në Europë? Unë do të them po. Ne do ta mesatarizojmë sa çmimi i Kosovës në mënyrë që çdo vit familje shqiptare të kursej 600.000 lekë vetëm nga nafta. Kur ju të më pyesni, hey, a është e vërtetë që qumshti është më i lirë në Itali se në Shqipëri? Unë t'ju përgjigjem po, e ne përpasoj do ta çojmë TVSH-n e produkteve fshimore nga 20% në 0% me rimbursimin e kartës së konsumatorit. Dakord. Mbi, ta mbaroj, është një emision ekonomik ky juaj, televizion ekonomik, sipas llogarive, ulja e çmimit të energjisë, çmimi të TVSH-s konsumatorëve dhe e naftës i kursen familjeve shqiptare nga 1 deri në 1,5 milion lekë në vit. Dakord, i bëm edhe llogaritë ekonomike. Tani, familjar, babai një vajze, dhe dihet që në Shqipëri për vajzat jetash pak edhe më e vështirë se sa për djemt. Sa vend zë mendimi që duhet të sjellësh diçka ndryshe për të ardhmen e vajzës tënde që ajo të qëndrojë në Shqipëri si ty, ndoshta të shkollohet jashtë për të japë kontributin këtu. Prioriteti numër 1. Nëse nuk mund të jemi vërtet me familjen tim, nuk mund të jemi vërtet për komunitetin që kërkoj të shërbej. Do doja shumë, do të luftoj që i me bitë rritet në Shqipëri, sigurisht ketë njëjtat oportunitete për të zbuluar botën, për të thuar ashtu që kam patur dhe unë, po patjetër për të përmirësuar sistemin akademik. Sot shkolla është tragjike në Shqipëri, që kur ka dalur Alterteksti, që kanë futur sistemin elektronik ku mësuesi duhet bëjë një regjistër digital online, u kërkohet mësuesve 55 vjeç, 60 vjeç, jepni provime pavarësisht viteve eksperiencë ata kanë, një sistem që e vret në fakt meritokracinë, po do të luftojmë që sistemin arsimor ta bëjmë të mirë këtu. Së dyti, sistemin shëndetësor, ne e dim të gjithë, sot shumë të rinj largohen sepse thonë, hey, nëse kam një problematik me shëndetësin për fëmijën, për prindemi, ku do të shkoj? Ne do të dyfishojmë buxhetin e shëndetësisë, por në veçantë edhe për fondin e ripursimit barnave, asnjë medikament që nuk tregtohet së paku në 2 shtete europiane nuk do të lejohet të tregtohet në Shqipëri. Pra, duke i shërbyer mirë vetes, Shqipërisë, fëmijës tim, patjetër që i shërbej dhe fëmijës së miqve të mi, fëmijëve të komshinëve, dhe fëmijëve të komunitetit që kërkojnë sot të votë më besojnë. Është shumë e thjeshtë, ne nuk duhet ta shohim politikanin të shputur nga realiteti, si një njeri paprekshëm që është i lidhur me interesa okulte, shpeshherë mafioze dhe korruptive. Politikani rreth parë duhet jetë një nga ne. Një njeri që do të thotë konsumon si ne, jeton si ne, mendon si ne, patjetër me aftësi uroj menaxheriale të sprovuara, me aftësi politike të sprovuara, uroj unë të jem ky profil, por mbi të gjitha i vërtet. Në fakt, kandidimi juaj nuk është surprizë, ju keni shumë kohë që jeni në jetën politike të vendit, po pse pikërisht këto zgjedhje vendosët që të dilni përballë votbesimit të qytetarëve të Tiranës? Vajza ime është e vogël, është 22 muajshe dhe besoj që vjen një moment që njeriu do ta kuptojë, nëse nuk lufton fort, ne do të humbim fort.